Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës, në emisionin Port. Tani më fushata zgjedhore është në blugun e saj dhe në secilën komunë pretendohet shpalosen programe se kush do të merr besimin para qytetarëve në zgjedhjet e 12 tetorit. Në komunën e Gjilanit është një garë e fortë mes tre kandidatëve të tre subjekteve më të mëdha që operojnë në Gjilan për të diskutuar lidhur me programin zgjedhor nga kandidati i Partisë Demokratike Dega në Gjilan, zotin Rahat Rashiti, sonte kemi të ftuar. Përshëndetje zoti Rashiti, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, rastësisht faleminderit për ftesën. Kanë shkuar 20 ditë fushatë. Si ka ecur kjo fushatë dhe sa keni mundur të kontaktoni, të bisedoni, të shpalosni programin zgjedhor para qytetarëve të Gjilanit? Sigurisht që këto 20 ditë, por edhe disa javë më herët para fushatës zyrtare, ne si Parti Demokratike kemi pas komunikime të vazhdueshme me qytetarët e Gjilanit, me afarist, me fermer, të gjitha kategorive dhe kemi pa një disponim të jashtëzakonshëm që në Gjilan të ndryshojë qeverisja e cila Gjilanin e ka lënë në një aspekt, ta themi, të rënduar si gjendje qoftë në aspektin e infrastrukturës, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, e për administratë më dihet që vendimarrja është jashtë çdo normaliteti dhe kemi shumë probleme të cilat nuk ka arritur kjo qeverisje komunale t'i drejtojë dhe t'i adresoj gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij mandati. Andaj ne besojmë që ka disponim të mirë që Gjilan të ketë ndryshim të qeverisjes komunale. Si keni parë këto 20 ditë fushatë, ju dhe ekipi juaj në terren? Unë kësa here e kam një ekip të jetë përgatitur, një listë për asamble të cilët të përfaqësojnë vlerat më të mira të Gjilanit, që kanë përvojë të mirë, kanë përgatitje profesionale, janë të dëshmuar qoftë në sektorin publik, qoftë në aspektin e institucional, për vitet e kaluara që kanë dhënë dhe kanë shërbyer në institucionet komunale të Gjilanit, por në nivel qendror, dhe besojmë që me këto pak ditë që na kanë mbet, ne si Parti Demokratike po arrim me marrë shumicën e besimit të qytetarëve Gjilanit. Dhe unë nuk shoh rrugë tjetër në Gjilan, pos të kemi një qeverisje udhëhequr nga unë dhe nga Partia Demokratike. Në debatet zgjedhore keni qenë jashtëzakonisht i zëshëm ndaj qeverisjes 4 vjeçare, po ashtu edhe keni paraqitur fakte dhe argumente në të cilat keni supozuar që janë bërë shkelje. Ne kemi qenë zëshëm çdo herë, kemi qenë zëshëm edhe kur kemi qenë opozitë, kemi qenë zëshëm edhe kur kemi qenë partner të koalicionit për 16 muaj me këta që e vazhduan qeverisjen në Gjilan. Kemi qenë zëshëm edhe mos është prish koalicioni, dhe ne jemi munu çdo herë në zërin tonë, në kritikat tona të jemi të bazuar vetëm në fakte. Unë në këto ditë në debate nuk po bëj supozime, po paraqes fakte dhe dëshmi për një qeverisje, për shumë probleme, për shumë defekte, në bazë të cilat i kanë konstatuar institucionet ndryshme që monitorojnë punën e Kuvendit Komunal, e në veçanti që është më e rëndësishme dhe më i besueshme, raportet e auditorit kombëtar tregojnë që qeverisja e Gjilanit është zhytur në keqpordrime të mëdha, në tenderime, në punësime familjare dhe këto kanë shkaktuar dame të pariparueshme për Gjilanin dhe humbje të mëdha financiare dhe buxhetore. Të gjitha ato të cilat i kanë paraqitur me fakte, këto janë të publikuara edhe në ato që institucionet të cilat i kanë paraqit, i kanë publikuar në kohën kur e kanë vlerësu një gjendje të tillë çfarë po paraqisim ne. Zoti Rashidi, nëse identifikohen, bëhen gjetje të ngecjeve, keqpërdërimeve të tjera, ato është përgjegjës subjektet politike, po ashtu edhe qytetarët të adresojnë në organet kompetente që të mirën me ato shkelje, apo mjaftojnë vetëm paraqitja publike në media dhe në rrjetet sociale?
Ne si Parti Demokratike në Gjilan, vetëm gjatë këtij viti, i kemi dorëzuar 2 kallëzime penale në prokurorinë themelore, pastaj ata kanë përcjellë në prokurorinë speciale të Kosovës, që kanë të bëjnë me këto që po i paraqesmi çdo ditë. Pra po flasmi për shkelje dhe dëmtime konkrete të cilat s'mund quhen ndryshe pos abuzim me para të mëdha të cilat janë kaq përdor nga kryetari i komunës drejt për drejt. Ne kemi shumë raste, por disa po i përmendi kështu si për mbledhje. Punësimi është degradu, punësimet familjare, dhe ato i shkaktojnë humbje Gjilanit 700.000 euro në vit. Nëse flasëm për të nder, kemi rritje të vlerave të shumë projekteve të cilat ndryshe janë nënshkru në mes komunës dhe ministrive, ndryshe apo janë rrit vlerat kur janë kontraktu në tendera, dhe qa ma keqja edhe prap herë tret ka pas rritje gjatë ekzekutimit, me arsyetime të ndryshme se punime në teren kanë konstatu nevojën për me ndryshu pozicione apo me bo aneks të kontratave dhe këto i kanë shkaktu dame shtetë mëdha. Po flasim për një vendimarrje në urbanizëm, po flasim për një gjendje vërtet shqetësuese. Jo vetëm për mungesën e planit zhvillimor komunal, jo vetëm për ndërtimet pa leje, jo vetëm për tekalimet e ndërtimeve pa leje, po qa ma keqja edhe tentimet që kanë ndodhur mujve të fundit përmes vendimeve në Kuvendin Komunal për me këmby pronat e komunës për ndërtimet larta, të gjitha lidhen me familjarët e këtyre që po udhëheqin me Gjilanin. Edhe një ma keq, uzurpimet e pronës publike po ndodhin me të madhe nga të gjithë ata që kanë lidhjet në ngushtë në pushtetin. Këto ditë për ne është shumë shqetësuese kur kryetari i komunës për blerjet votave po abuzon në mënyrën më të rëndë me vendimet e tija personale duke i shkelur të gjitha ligjet e prokurimit. Kemi rastin e dhënies në shfrytëzim pa asnjë procedurë për vendosjen e reklamave në trotuarët e Gjilanit, ku rrezikohet kalimi edhe i këmbësorëve kur del prej anës në anën tjetër, për shkak se edhe aq afër i kanë vendosur vendkalimit këmbësorëve ato city lighta e ato marketinge që i publikojnë atë, krejt ndërlidhen me një person që ka hyrë listë listë vendosës për asamble komunale. Kemi uzurpim të pronave të lokaleve përgjatë sheshit Gjilanit. Janë asamblesë të vendosjes. Kryetari i komunës hesht për atyre. Le që hesht, po e merr edhe kryeministrin e Kosovës e çon te çaj lokal që është uzurpim të sheshit Gjilanit. Qa ma keqja, një familjar shumë i afërt i kryetarit të komunës ka uzurpu lokal me 10 metra katror të hyrjet banesave në vlerë për 300.000 euro, e që është objekt dhe lokal që ndodh përballë detyrisë inspeksionit. Kryetari hesht sepse ka shumë të afërt. Edhe qa ma keqja edhe kjo fundit për me rëmbullaksu këtë pikë, ka pas denoncues që është në listë për asamble komunale dhe vendosjes, që ka shku të kryetari ka lajmëruar që po uzurpohet prona publike banesore ku shfrytëzohet hyrja. Ai në vend që të marrë masa, e ka detyruar me hesht edhe e ka tregu pronarit i cili ka bërë ato uzurpim dhe ka nxitë edhe konfliktet në brendshme dhe kjo tregon deri çfarë niveli kemi të bëjmë me probleme. Zoti Rashidi, zakonisht partitë opozitare me tekst të veçuar në fushatën zgjedhore i nxjerrin në pa mangësit, regresin dhe keqpërdorimet që pretendojnë që janë keqpërdorur në këtë drejtim. Sa keni arritur këto gjëra të cilat i përmendeni, ti artikuloni dhe ti ktheni në program zgjedhor që duhet të ketë një subjekt politik si ofertë për qytetarin. Po, tash nëse flasim për të cilën fushë, sigurisht që hapi parë, këto të fundit që ngjita se shqetësim, do ta bëjmë hartimin e planit zhvillimor komunal. Është kushtetuta e planifikimit të gjithë qytetit dhe të fshatrave. Si hapi dytë është hartimi i hartave zonale, rregullimi i dokumentacionit që i ndan lagjet nëpër vendet ku synohet të ketë planifikim të mirëfillt urban. Pas saj do të kemi një inspekcion i cili funksionon dhe që nuk i shërben kryetarit të komunës, që nuk i shërben partisë për shtet.
dhe jo vetëm tash, po në të kaluar kem qeverisë edhe kem pas tjetër qasje të inspekcionit karshik këtyre dukurime negative. Si e mendoni këtë inspekcion? Si do të funksionoj? Kur Shumë është e thjeshtë, ja. Vetëm se unë që kam garu tash për me marrë besimin në Sëdharve Gjilanit, nuk kam hypë për miratu familjarët e me. As punësime familjare, as mu pasëru për mes tendereve, e as me uzurpu mi leju familjarët e me zonën hapësira publike, as mistë e me, shokët e me leju ndërtimet edhe të kalimet me mbyllë sytë. Unë vetëm këto nuk do t'i bëj. Inspekcioni ka punën e vetë, ka me qenë drejtar apo drejtoresh e pavarur punën e vetë, dhe unë nuk do të ndërhyj në asnjë institucion, sepse nuk jam shku atë për me pasuru veten time, partinë time apo rrethin e mes time. Kjo është formula që nuk mund të ndodhë ndryshe, Cilat janë pikat kryesore të programit zgjedhor që ju keni paraqit qytetarëve edhe po shpalosni çdo ditë në për vendbanime të komunës së Gjelanit? Nëse flasëm në tërësi, si kornizë qeverisës 4 vjeçare, e para prioritet është përfundimi i projekteve në vlerë prej 140 milion eurove, të cilat Si projekte kapitale? Janë të gjitha, janë projekte që kanë nisë shumë vite më parë dhe nuk kanë arritur përfundu. Ka projekte të cilat disa vite planifikohen buxhet, por të cilat nuk kanë nisur fare, dhe në tërësi bojnë 140 milion euro projekte. Duke fillu prej stadiumit, impjantin të ujrave të zeza, hyrëdalet të qytetit, i kemi infrastrukturën e brendshme, në ujësjells, në kanalizim, në palestra transportive, në zhegër, në çdo fshat, në çdo lagje, ka projekte të cilat kanë nisë apo janë planifikuar dhe nuk kanë nisë. Kjo shumë për mua është sukses shumë i madh, nëse arri mëna 2 viteve mi finalizu këto projekte, edhe unë që në besoj që i realizoj mëna 2 viteve, përveç 140 milion eurove, prioritet tjetër i imi është realizimi i 55 milion eurove projekte të reja, për te këtyre që ka nisë dhe janë bloku. Në mënyrë që Gjilani të ketë një infrastrukturë të rregulluar, gjendja sot është e papranueshme, çdo lagje, çdo rrugë kryesore po thuj ne pjeçumi që janë livru dhe kjo po bëhet mund fushat, edhe çdo punë që po bëhet cilësia është tet e dobët, ka raste absurde që sonte shtrohet asfalti, nesër gryhet. Deri tash ka ndodhur me qëndru 6 muaj deri në 3 muaj asfalti që është shtruar gjatë viteve të fundit. Por tash fushat prej ngutisë shtrohet sonte e heket nesër, sepse shihet çka kanë bën natën. Kësa i thojnë puna natës, gazi ditës. Kanë nështruar 2 rrugë tash fushat me asfaltim, janë mbuluar të gjitha pusetat e ujrave atmosferik, edhe ujrave të kanalizimeve, edhe pusetat e ujësjellsit. Pra po flasmi për një katrahur të investimeve. Pra po flasëm, unë si prioritet e shoh planifikimin e mirëfillt, urbanistik, infrastrukturën publike, e marrë rëndësishme është me kthy ligjshmërinë në administratën komunale, ku mirën vendime të drejta, të mira dhe të barabarta. Ne kem pas një periudhë ku asnjë vendim, shumica vendimeve janë kontestu dhe janë kërku të anulohen prej MAPL-s dhe Ministria e Përkatësisë. Cila është oferta, plan programi qeverisës në 4 vjeçaren e ardhshëm për rinin, sa mund të bëni si kryetar komune në 4 vitet e ardhshme për rinin? Është një breng gjithëshoqëror, por në specifikat veçanta ku mendoni do të specifikohen? Të rinia, si projekte kapitale që ne i kemi vlerësu me prioritet, me investu, është në stadiumi i qytetit, janë 2 palestra sportive, një është Bashkimsi Lishta në qytetin e Gjelanit, tjetër është fshati Zhegër. Përveç këtyre 3 projekteve, kem planifikuar në çdo lagje të ketë fuqa sportive, por këto nuk janë mjaftueshme, ne kem prioritet tjetër për rinin, për me i orientu në tregun e punës, me pas trajnime shtesë, në mënyrë që përveç shkollimit tyre që kanë, të ketë edhe praktik të punës, e cila do të paguhet dhe të jetë e aftë për mi përshtat nevojave të tregut të punës vendor, por edhe në
aspektin e punës që bëhet jashtë vendit. Si njërin prej projekteve tjera që lidhet drejt me këtë fushë, ka të bëjë ndërtimi i qendrës së inovacionit, ku do të krijohet hapësirë pune dhe trajnimi të gjitha atyre të rive të cilët janë të përgatitur, ka nevojë për hapësirë, ka nevojë për komunikim të ndërsjellë mes vete, ajo qendër do të ndërtohet në periferi të Gjilanit, projekti do të jetë mbi 3 milion euro dhe kjo do të ndodhë në bashkëfinancim me sektorin privat, të cilët janë gatshëm me ia dhënë tokën dhe me kriju një investim që i përket pastaj edhe shumë kompani, edhe shumë shkolla sot private në Gjilan, që cilat komuna nuk ka arrit as nga një falënderim me ia dërgu këto vite për atë kontribut të jashtëzakonshëm që e bojnë ata me të rinjt e Gjilanit, duke i aftësu për punë në aspektin e teknologjisë informative, në programim, rrjete dhe në drejtime tjera. Gjilani identifikohet me një traditë kulturore. Një vend kulturor, mbahen aktivitetet të ndryshme, ngjarje të ndryshme, çka kemi mendu ndryshe, apo do të jetë vazhdimsi e viteve të mëhershme? Sigurisht edhe në aspektin e kulturës, ne si Parti Demokratike, në platformën tonë, kemi planifikuar përveç investimeve të infrastrukturës, që ka të bëjë me kult qendrën, e cila është nisë në vlerën prej 1.4 milion eurove, ka 2 vite që është nisë dhe ka metur sikur shumica projekteve e braktisur. Ne si prioritet këtë fushë e kemi përfundu këtë projekt dhe besojmë që deri në fund të vitit 2026 do të përfundoj dhe do të jetë njëra prej hapësirave që do të shfrytëzohet për kulturë të kësaj të Gjilanit. Si projekti dytë e kem planifiku me pas edhe renovimin e teatrit të Gjilanit, i cili ka nevojë për ndërhyrje dhe ajo do të ndodhë që në vitin e parë, teatri i Gjilanit. Do të kemi hapësirë për ekspozita të krijuesve të Gjilanit. Kem planifiku të rikthejmë kinemanë e Gjilanit që ka ekzistuar. Ajo është privatizuar, mirë po ka pas obligim ai që ka privatizuar me pas hapësirë ekziston, ne do ta funksionalizojmë, do ta rikthejmë kinemanë e Gjilanit. Po ashtu do të kemi teatrin e jashtëm për që do të shfrytëzohet në ngjarje ndryshme, në shfaqje ndryshme, edhe sallën koncentrale e cila do të realizohet brenda 4 viteve. Vitin e 3 nisë dhe në vitin e 4 përfundon. Zoti Rashidi, përpos aspektit infrastrukturor, so keni menduar të jeni afër krijuesve artistik, sepse ka nevojë njerëz e kulturës që të jenë afër institucionet komunale në këtë rast, si në aspektin e botimit të librave, në përkrahjen e evenimenteve kulturore, po ashtu edhe në frymëzimin e rinisë apo orientimin e rinisë nga aspekti kulturor në fuqizimin e tyre. Ne e kem pa deri tash ka funksionuar ndarja e subvencioneve dhe përkrahjes financiare nga Komuna e Gjilanit. Sigurisht që do të ketë thirrje publike me kritere dhe do të ketë fonde të mjaftueshme për çdo aktivitet të cilët të rinjët kanë me zhvillu në të ardhmen që përfshin prej anojt e tutje. Ne kemi një festival në Gjilan, që është Floka e Janarit, është njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme që ndodh në vitin kalendarik, por nuk mjafton vetëm kjo, ne kemi planin tonë që të kemi festivale moderne, sidomos në periudhën verore, në muajin korrik dhe gusht, kur është një frekuentim dhe një ardhje e madhe diasporës në Gjilan, ne do të kemi festival që do të sigurisht është ide edhe planifikim buxhetor, ndërsa për mënyrën e organizimit kanë me u marrë ekspertët e fushës caktuar, në që Gjilani të identifikohet me një festival të mirë dhe të njohur përtej kufijve të Kosovës, që që kanë shumë komuna tjera të Kosovës. Dhe përveç kësaj, se përket një fond të veçantë që e kena për krijues të ri, ajo ka me qenë minimalisht 60.000 euro në vit, që për 4 vite i bjen 240.000 euro në vit, për t'i përka krijuesit, qoftë në botimin e librave të tyre, qoftë në përfaqësimin e Kosovës, e Gjilanit në ekspozita ndryshme përtej Kosovës, e në veçanti me vendet e Ballkanit, në Shqipëri, në Malzi, edhe në Kosovë lindore sigurisht, po edhe në vendet tjera të Evropës. Një diçka që po kalojmë te fusha e arsimit, për shkak të më që kur kemi pasur kandidatë të ndryshëm nga komuna të ndryshme që janë kryetar aktual, shpesh kanë akuzuar qeverinë për kontratën kolektive.
në një anë akuzojnë që po i marrin mjetet, edhe po mësimdhënësit, sektori arsimit shëndetësisë, po në një anë target këto fusha apo këto sektor janë. Cilë është mendimi juaj lidhur me kontratën kolektive? Përderisa është kjo gjendje në Kosovë, përderisa është ligji, përderisa komunat të përballen me këtë problem të pagesave që vijnë përmes të punësuarve, nuk kemi rrugë tjetër dhe nuk ka rrugë tjetër pos me planifiku në buxhet këtë shumë e cila duhet me ju kompenzu punëtorëve. Dhe kjo ka me ndodhë prej vitit 2026 me planifikim të mirëfillt buxhetit, sepse në të kundërtën po vazhdon komuna të shpenzoj 2 herë më shumë se sa ajo që është e planifikuar për shkak të pamundësisë me pagu me kohë, për shkak të pamundësisë i planifiku me kohë, ato po shkojnë të gjitha procedura gjyqësore dhe përmbarimore që po e rritin 2 fish kostën e asaj që po shdash një pagu me kohë. Pra kjo nuk është e lehtë, po ka rrugë, e ajo është rruga veç planifikimi mirë, në që të vazhdohet tutje kjo derisa ta merr qeveria vendimin për me rregullu. Çfarë keni planifikuar për arsimin? Në prapolilla të infrastruktura. Në shumë shkolla Gjelanit ende është sot infrastruktura jo e mjaftueshme dhe jo e duhur. Ne, nëse kthehemi në kalurën, siç si PDK, kemi ndërtuar 6 shkolla të reja, salla sportive, e që edhe tash do të vazhdojmë me përfundimin e infrastrukturës publike, investimet në infrastrukturën publike për shkolla, që përfshin 2 shkolla të reja, përfshin funksionalizimin e shkollës së mesme të agrobiznesit, të cilën 2 qeveriset e kaluara, edhe LDK, edhe vendosja e kanë mbyll, dhe e kanë shndruar herë administratë arsimit, herë tash e kanë kthyer në administratë katastrit, dhe ajo shkollë është jo funksionale, ndërsa është investuar me infrastrukturë moderne, si një donacion që ka për qeverisë Danimarkës. Pra 3 shkolla do të jenë të reja në Gjelan, do të ketë 4 qerdhe të reja, që do të investohen për 4 vitet e ardhshme, do të ketë 4 salla të reja sportive, do të ketë renovime të shkollave, në veçanti shkolla Bresalës, e cila është njëra prej shkollave që më së pakt është investuar për me thonë fare, dhe është e papërdorshme një sallë edukatës fizike. Pra, se përket infrastrukturës, por që më rëndësishme, edhe kushtet për nxënësit kanë me qenën të avancuara dhe minimalisht që sot është e pabesueshme për Gjilan qerdhet e Gjilanit këtë rast, për përmeni vetëm një që është lëshuar në përdorim e re para disa mujve, 7-8 mujve, as ujë të pishëm nuk ka ajo qerdhe. Pra, ne po flasim për probleme serioze të infrastrukturës edhe në arsim, edhe në fusha tjera. Ndërsa se përket nxënësave, studentëve, kemi planifikuar bursat me ia bë 1.000 euro për student. Bëna vitit, dhe tash kanë qenë 600 euro, kjo shumë është që shumë vite dhe kemi vlerësuar dhe kemi planifikuar që prej janarit do të marrin 1.000 euro për çdo student. Zoti Rashidi, çfarë keni menduar, sepse përpas infrastrukturës, arsimit i duhet edhe investim në aspektin cilësor, në ngritjen e mësimdhënies dhe mësimdhënies. Çfarë keni planifikuar në këtë drejtim? Këtë drejtim, sigurisht që është shumë e rëndësishme për me ngrit cilësinë, do të me pas pajisje të avancume, laboratore, kabinete ndryshme, dhe këto nuk i kanë shkollat e Gjilanit. Këto do kanë qenë si hapat parë tonat, ndërsa sa i përket në më rëndësishme për mua, që e shoh, fëmijët me pas çështje barabartë të shkolla, nxënësit që nuk kanë. Për ne ka me qenë prioritet kategoria e fëmijëve që kanë nevojë për kujdese të veçantë, ne kemi planifikuar ndërtimin e shkollës burimore, ku do të sistemohen kjo kategoria dhe do të ketë edhe mësim tërditor në 3 shkollat të Gjilanit, ku besojmë që ka mundësi me e nisë dhe ato do të realizohemi në mënyrë që të ketë avancim të këtij nivelit sa i përket nxënësave të shkollave. Shëndetësia, çfarë keni parapar tek shëndetësia, cilat janë 2 ose 3 prioritetet që do të intervenoni si kryetar komune në komunën e Gjilanit në shëndetësi? Në shëndetësi, problemi numër 1 aktual është nuk ka menaxhim drejt edhe të mirë. Janë mbi 7 apo 8 vite që Gjilani udhëhiqet me ushtrues detyrës, shëndetësia në Gjilan. Domethënë, të gjitha pozitat udhëheqëse në ÇKMF janë me ushtrues detyrës. Nuk ka konkurse,
lëvizin prej njëri prej tjetri, po asnjëherë nuk është zhvilluar procedura e rekrutimit. Ne, menaxhimi, kur ka menaxhim të mirë, ka me pas planifikim të mirë të shëndetësisë, nevojat që i kanë nevojë pacientat, ka me pas përkraje për komunës, këtë rast buxhetim, ka me pas edhe realizim të atyre kërkesave që nisin duke fillu prej laboratorëve të cilët thuhet se janë realizu, po ato sot nuk funksionojnë. Janë hap disa qendra në fshatra e nuk ka as reagenca, furnizim e reagenca për me shërby qytetarëve pacientëve në këtë rast me bë analizat. Pra nuk do të ketë investime sa përsye faqe, kozmetike, po jo funksionale. Gjilan ka nevojë shëndetësia e pas furnizim të rregullt me barna esenciale, ka nevojë pas zgjatje të orarit punës në ambulantat e fshatrave të mëdha deri në ora 12 spakon, në orën 24, e në veçanti lagjen e Dardanis, ku është një QMF, do të ketë 24 orë shërbim për pacientat e Gjilanit. Në çdo komunë, ashtu edhe në komunën e Gjilanit, janë disa kategori, të cilat duhet trajtman, ndihmës dhe lehtësim të jetës së tyre. Kategoria veteranëve të luftës çdo ditë më shumë janë duke hyrë në moshë që ndoshta kërkojnë me qenë më afër. Kemi kategorinë e pensionerave, po ashtu kemi kategori e persona me aftësi të veçanta. Keni menduar për këto kategori të cilat kanë nevojë me qenë afër qeverisja lokale? Ne përveç që kena menduar gjatë, tani jemi të përgatitur me planifikim konkret për secilën prej kategorive. Disa prej kategorive, sidomos dy të para që përmenet, kategorinë e veteranëve dhe familjeve dëshmorëve, i përket nivelit qendror më shumë, njësoj edhe për pensionistat, mirë po si komunë, unë jem zotu edhe në vizitin që kem pas të organizatet e dalla prej luftës, që në kuadër të zyrës kryetarit kam pas një njësi të veçantë. Atë zyre përfaqësuese që kam qenë çdo ditë në komunikim, në përkujdesje të vazhdueshëm për veteranët e luftës, për familjet e dëshmorëve, për invalidët e luftës, sepse mendoj që më shumë se atyre askush si kena obligim, dhe kjo kam qenë, i kem planifikuar edhe hapat konkrete, se përket kësaj kategorie, për pas ndihmave të veçanta për familjet që kanë nevojë, ka pas buxhet ndam enkas për ta, kam përfunduar projekti shumë kohë gjatë i varrezave të dëshmorëve dhe shpronësime të cilat kanë probleme sot statorët ku janë vendos gjatë pas luftës, ende kem probleme me shpronësimet, ajo do të jetë investim joni në qeverinë tonë. Se përket pensionerëve, është përkeqardhje që ndërlidhet bashkë edhe me kategorinë e persona me aftësi të kufizuara, është përkeqardhje që Gjilani që 4 vite e mban të mbyllur, e ka braktisur një projekt donacion nga qeveria e Kuvajtit dhe janë investuar 2.5 milion euro, është ndërtuar objektet, inventari, pajisje, të gjitha janë të gatshme për shfrytëzim. Ky kryetar komune që është në ikje nuk ka arrit me e hap atë zyre, atë objekt, atë projekt, mi ia dhon në shfrytëzim grave të perikurura nga dhuna në familje, pensionistëve, moshuarve, fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe të gjitha kategorive që sot pasi problem ishin konë në kushte më të mira me vepru. Atë është konvikti, është shkolla, është ambulanta, është kuzhina, janë të gjitha kushtet, infrastruktura të gatshme dhe kjo për mua është hapi i parë që ta bëjna funksionalizimin e kësaj qendre. Zoti Rashidi, a do të kenë afote kohore, edhe të gjitha këto që premtime që janë tane, a ka ardhur koha që të mbahet çdo kandidat përgjegjës dhe llogaridhënës në atë që thot. Ne po bëjmë sot një injizim të emisionit, transmetim të emisionit, dhe do të ruhet edhe në vazhdimsi për 4 vite. A është koha të mbahen përgjegjës njerëzit që premtojnë, njerëzit që ofrojnë projekte që të shihen se deri ku kanë arrit dhe më pas 4 viteve të vlerësohet. Cili është premtimi dhe zotimi i zotit Rehat Rashidi në lidhur me këto që i përmend? Unë jam gjatë në politikë, kam një përvojë të mirë edhe në Kuvendin Komunal për 2 mandate, por edhe në ekzekutiv për 2 mandate. Dhe jam i vetëdijshëm që çdo deklaratë publike çon peshë dhe do marr përgjegjësi. Prandaj unë nuk po e them që mos pakti, po
kam kujdes dhe do të kem kujdes që mos të zotohem për punë që nuk mundem me kry. Të gjitha ato që i kam paraqit deri më tani, edhe në debate, edhe në rrjetet sociale, edhe në media, janë projekte që janë të realizueshme, sepse e kam vullnetin, e kam energjinë, e kam përgatitjen, e kam ekipin prapa meje që keme qeverisë bashk, edhe ato që janë të paraqitura si zotimet tona kanë më realizu pa asnjë lloj dyshimi. Dhe nëse kishte pas problem të ndonjë natyre tjetër, sikur që është financimi i projekteve, është vështirë ndoshta edhe me mbajt këtë besimin e plot që kam se kanë më realizu. Po një e di që këto projekte janë të buxhetuara përmes qeverisë së Republikës Kosovës, përmes kuvendit komunal, përmes donatorëve, bankës rajonale për zhvillim dhe ndërtim, dhe kemi sektorin privat, në këtë rast gatishmërinë e diasporës po eri tek kësaj, sepse kanë ardhur disa herë të 4 vite me gatishmërinë me investu, nuk i është dhënë mundësia për shkak burokracisë dhe pengesave administrative që ja kanë shkaktuar këta që sot kanë dhënë Xhilanin. Pra unë zotona publikisht që të gjitha këto që i them kanë me centralizueshme dhe të përfundume me në 4 viteve të mia. Dhe për fund, cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve të 12 tetorit në Gjilan, cilat janë pritjet e juaja në këtë zgjedhje? Unë do të jem ballotazh, Partia Demokratike do të jetë ballotazh. Në rondën e dytë do të fitoj unë, sepse qytetari nuk besoj në asnjë mënyrë që ka me rikthy pushtetin të ata që 8 vite kanë udhëheq me komunën dhe sot premtojnë të njëjtat projekte të cilat për 8 vite s'kanë mujtë mi zgjedh. Dhe arsyeja e dytë është këtij kryetari i cili për 4 vite nuk ka arrit asnjë projekt vetëm me përfundu, nuk kam ia dhënë besimin, nuk kam ia vazhdu. Pra nëse po flasëm këto zgjedhje, unë po e shoh, janë edhe matjet, janë edhe vlerësimet, janë edhe të gjitha ato komunikimet që kena, në Gjilan, fryma sot është për të votuar Partinë Demokratike, listën e Partisë Demokratike, edhe mu si kandidat për katartë komunës. Zoti Rashidi, ju uroj suksese, faleminderit që ishit pjesë e televizionit Arbëria. Shumë faleminderit edhe për anës juaj, për mundësi që më dha me shpalos këtë pjesë programit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.